Aktori I njohur I humorit Florian Binaj ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të Bashkisë së Tiranës, duke hyrë në garë si një figurë e pavarur dhe pa ngjyrë politike. Lajmin ai e bëri publik përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku shpjegon arsyet që e shtyn të hyrë në politikë dhe të sfidojë sistemin e drejtanishëm të administrimit vendor. Nga nevoja e menjëhershme për të pasur në drejtim të kryeqytetit një figurë që nuk është gjymtyrë asnjë partie, shkruan Binaj, duke theksuar se qytetarët e Tiranës kanë nevojë për një drejtues që t'i përfaqësojë si të barabartë dhe jo të ndarë në kampe politike. Ai shton se synon të përmirësojë cilësinë e jetës në kryeqytet e të rikthejë bashkinë qytetarëve. Kam vendosur të shpall kandidaturën time për kryetar bashkie të Tiranës, ke dhënë gjithë veten time për të përfaqësuar sa më denjësisht çdo qytetar, me apo pa parti. Asnjë qytet nuk mund të shërbejë vetëm palës politike që e drejton, deklaron aktori. Në mesazhin e tij Binaj shpreh se të gjitha partitë politike që duan ndryshimin duhet të bashkohen me këtë nismë, të besuar tek qytetarët dhe jo strukturat partijake. Ai e quan këtë një përpjekje për të rikthyer besimin tek institucioni I bashkisë në shërbim të komunitetit.